Bashkia e qytetit Elbasan, në bashkëpunim me Drejtorinë Arsimore dhe Klubin Shumë Sportit të Elbasanit, për të disa vite radhazi, organizojnë në kampionatin e shkollave, si ato nëntëveçare të mesme. Sot jemi duke konkluduar me finalet e femrave dhe të meshkujve. Sapo shpallën fituesit e femrat, i përgëzojmë trajnerët, mësuesët e fizikulturës bashkë me sportistët për punën e mirë dhe emocionin që na dhuruan, dhe ju urojmë sukses edhe djemve tash në finalet që jemi duke ndjekur. Faleminderit. Si kanë të tilla aktivitete për këtë moshë? Janë shumë të rëndësishme, duke ditur që jetojmë në një kohë moderne ku teknologjia po bën namin, edhe si që t'i shkëpusim nga ato, të kemi një rini sa më vitale, sa më të shëndetshme, pa vese. Sporti të mesazh ka, mban larg veseve të këqija, edhe të ndihmon gjithashtu edhe për socializimin, sensibilizimin, bashkëpunimin grup. Ka shumë benefite.